Zëvendës kryeministri Albana Koçiu ka inspektuar nga afër rikonstruksionin e plot të konviktit në shkollën profesionale Pavarësia në Vlorë, i cili tashmë u ofron nxënësve që jetojnë aty kushte bashkëkohore me standarde europiane, si pjesë e investimeve të qeverisë dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Rikonstruksioni të ploti është nënshtruar edhe shkolla profesionale, ku për sezonin 2025-2026 kjo shkollë, së bashku me ato tregtare, kanë rreth 800 nxënës të regjistruar. Shkolla Pavarësia dhe shkolla tregtare kanë deri rreth 800 studentë të regjistruar për këtë vit shkollor 2025-2026, ndërkohë që konviktin e shfrytëzojnë rreth 100 nxënës. Paralelisht me mbarimin e konviktit, është në rikonstruksion dhe shkolla Pavarësia dhe gjithë territori përreth do sistemohet për të krijuar një korpus të shkollës profesionale, konviktit dhe praktikës. Shkolla Pavarësia bashku me shkollën tregtare kanë diku te 800 studentë të regjistruar për vitin akademik 2025-2026. Ndërkohë që konviktin e shfrytëzon një kapacitet prej 100 nxënësish. Pra kuzhina, lavanderia, menca, infermieri. Kjo është një pjesë që janë të cilët janë menduar për zyra për administratën, për shërbime shëndetësor, një infermier asiston. Një kat i dedikuar vajzave. Është dedikuar kryesisht vajzave që janë studente, edhe kanë edhe me banjo brenda, ndërkohë që nuk kanë qenë më përpara të pajisur edhe me banjo brenda. Duhet thënë që paralelisht me mbarimin e konviktit është në rikonstruksion edhe shkolla Pavarësia vetë dhe ndërkohë edhe gjithë territori përreth shkolla. Edhe territori përreth do sistemohet për të krijuar një korpus këtu të gjithë shkollës profesionale, konviktit edhe të praktikës. Kreu i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Agolli tha se ky investim është pjesë e paketës që qeveria ka bërë në disa konvikte të shkollave profesionale në të gjithë Shqipërinë. Ky është konvikti i Vlorës. Konvikti janë të gjitha pjesë të një ndërhyrje që ashtu siç kryeministri ka thënë, të një standardi shumë të lartë, duke filluar që nga godinat që janë të gjitha me eficiencë të lartë energjie, sisteme veshikapot, dhe të mbuluar me panele fotovoltaike, duke kthyer praktikisht pothuajse të papërfitshme dhe konsumin e energjisë që rrit dhe qëndrueshmërinë e objekteve, ndërkohë që janë përveç ndërhyrjes në infrastrukturë janë dhe të mobiluara dhe janë të gatshme për tu akomoduar studentët. Godina është 3 katëshe me dhoma dyshe, me banjo brenda. Pra është menduar që studentët të kenë çdo lloj shërbimi brenda ambienteve të konviktit, sepse këtu nuk janë vetëm nxënësit e shkollës industriale, po ashtu edhe nxënës që vinë nga fshatat dhe shkollat tregtare. Pra është një konvikt që shërben të gjithë studentëve të cilët jetojnë jashtë Vlorës. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, bëri me dije se kjo është faza e parë e projektit, ndërsa faza e dytë është mbarimi i gjithë zonës së praktikës dhe në fund gjithë territorit që do të shërbejë si korpus.